Gjuhejni 5 vjeqar, Haxhi më i vogël nga Tetova. Në këtë udhëtim të shenjtë drejt Mekës, mes miliona njerëzve nga e gjithë bota, një djalosh i vogël nga fshati Zhelin i Tetovës ka kapur vëmendjen dhe zemrat e të gjithëve. Gjuhejni, vetëm 5 vjeqar, është bërë një haxhi i vogël, por me një zemër më të madhe se sa mosha e tij. Me ihramin e bardhë që mbështjell trupin e tij të vogël, Gjuhejni ecën për krah turmës së pelegrimëve që kanë shkuar për të përmbushur një nga shtyllat e Islamit. Ai ndoshta nuk i kupton ende të gjitha rregullat e haxhit, por zemra e tij e pastër e ndjen madhështinë e këtij udhëtimi. Nga Tetova këtë vit janë nisur për në haxh gjithsej 479 besimtarë musliman, mes tyre edhe Gjuhejni vogël nga Zhelina. Muftiu i Tetovës Elver Xhemaili konfirmoi se Gjuhejni është haxhiu më i vogël, ndërsa më i moshuari është 80 vjeçar që përbën kontrastin më domethënës në këtë udhëtim shpirtëror. Ky udhëtim do të mbetet përjetë në kujtesën e Gjuhejnit, por edhe në mendjet e atyre që e kanë parë duke ecur me hapa të vegjël, duke i ndjekur prindrit e tij dhe duke u lutur sikurse një i rritur.